Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Personat që pinë 3 kafe në ditë duhet urgjent ta dëgjojnë këtë lajm. Kafja është një prej pijeve më popullore në botë. Janë rreth 2.5 miliard filxhan me kafe që konsumohen çdo ditë. Shumë studime kanë listuar të mirat e pafundme që kafja ka në organizmin ton, ashtu si dhe dëmet që sjell përdorimi i tepërt i saj. Kafja mundet të jetë rrezik për disa kategori njerëzish, siç janë nënat shtatzën apo fëmijët, të cilët e kanë të ndaluar përdorimin e kafeinës në doza të larta. Një raport i fundit në vitin e kaluar zbuloi se pijet shumë të nxehta, kafe apo çaj, janë një shkak i mundshëm i sëmundjeve të ezofagut, tubi që shkon nga fyti në stomak. Ekspertët tërheqin vëmendjen. Ekspertët që nuk kanë qenë të përfshirë në studimet e fundit kërkojnë kujdes në interpretimin e rezultateve. Për shembull, studimi evropian përjashtoi njerëzit që ishin të prekur nga sëmundjet e këqija, sëmundjet e zemrës apo diabeti. Për shembull, u mor grup mosha mbi 35 vjeç të cilët gëzojnë shëndet të plotë. Megjithatë, mes shumë debateve për grup moshat apo ndikimin që ka kafja tek të sëmurët me zemër, ekspertët bien dakord deri diku në një pikë, duhet shtuar edhe një filxhan i tretë në ditë. David, profesor në Universitetin e Cambridge, gjithashtu, pas studimit në disa kategori, arriti në konkluzionin se njerëzit të cilët e kanë reduktuar kafen gjatë kësaj kohe që ishin të përfshirë në studim, ata kanë shfaqur probleme të ndryshme shëndetësore, por megjithatë nuk ishte në gjendje që të provonte shkakun dhe efektin e kafes. Një filxhan kafe shtesë çdo ditë mundet që të zgjasë mesatarisht jetën tuaj, dhe gjithashtu një filxhan kafe mundet që të zgjasë jetën e një burri për rreth 3 muaj dhe jetën e një gruaje për rreth 1 muaj. Është e vërtetë që pirja e kafes ka benefitet e saj, me sa duket po. Një lajm i mirë vjen për të gjithë të apasionuarit e kafes, të cilët munden të vazhdojnë të pinë qetësisht kafe, duke përfituar të mirat e saj. Natyrisht, nuk duhet të egzagerohet me kafen, gjithsesi kur në mëngjes do të ndiheni të lodhur dhe të përgjumur, një filxhan kafe përveç se do t'ju zgjojë, do t'ju dhurojë disa të mira për organizmin. Zbulojmë atëherë se kush janë të mirat që ne marrim duke pirë kafe. Të pish kafe ndihmon në parandalimin e sëmundjeve. Nga një studim i ardhur nga disa kërkues të Harvardit, është zbuluar që të pish kafe 1 deri në 3 kafe çdo ditë mundet që të ndihmojë në benefite të ndryshme, të cilat munden që të reduktojnë rrezikun e diabetit të tipit 2. I njëjti studim gjithashtu ka zbuluar se si rreziku për sëmundjen e Parkinsonit reduktohet deri në 25% për femrat, probabiliteti për të qenë me sëmundje të këqija të gjirit deri në 40% dhe sëmundjet e kolonës deri në 25%. Të pish kafe të ndihmon të punosh më mirë. Të pish kafe përpara se të shkosh në punë apo në çfarëdo aktiviteti në shtëpi apo palestër ndihmon për një performancë të shkëlqyer. Kjo ndodh sepse kafja lëshon endorfinë në organizmin ton brenda pak minutave. Efektet e endorfinës e lejojnë trupin ton që të jetë më aktiv dhe sigurisht të stimulojë një sens humori të pëlqyer dhe optimizuar performancën tuaj fizike. Të pish kafe gjithashtu kontribon për një jetë edhe më të gjatë. Sipas një studimi, është zbuluar se personat të cilët pinë kafe, edhe kjo fal antioksidantëve natyral që janë prezent tek kafja, ndihmon që ata të jetojnë më gjatë. Gjithashtu të pish kafe ndihmon në aktivitetin e trurit. Të konsumosh kafe përveç të mbajturit të zgjuar, mundet që t'ju bëjë juve inteligjent.
Kafja është përbërësi kryesor i kafes dhe është një stimulues në sistemin nervor qendror, një substancë psikoaktive më e konsumuara sot në botë. Kjo ndodh pasi kafeina bllokon efektet e nervit transmetues duke përmirësuar kapacitetin e trurit dhe duke përmirësuar humorin. Të pish kafe ndihmon në shëndetin e organizmit. E dini që një filxhan kafe ka mbi 1 milion antioksidant. Antioksidantët që ndodhen në kafein janë më të rëndësishëm për shëndetin e trurit tonë. Mundet të ulë inflamacionet të cilat shkaktohen nga artriti dhe liron toksinat, që shkaktojnë disa tipe të sëmundjeve të këqija. Antioksidantët gjithashtu ndihmojnë edhe në neutralizimin e radikaleve të lira që zakonisht çojnë në rritje të peshës. Është e vërtetë se ka diçka tepër qetësuese gjatë konsumit të një filxhani kafeje dhe njerëz që as nuk e imagjinojnë dot që të kalojnë ditën pa pirë një filxhan kafe. Por a është e mirë në të vërtetë pirja e kafes? Studime të shumta kanë treguar se kjo pije, kaq e preferuar në mbar botën, duket se ka efekte të pabesueshme shëndetësore, që ndihmojnë edhe fal substancave të saj në mbrojtjen kundër Alzheimerit dhe sëmundjeve të zemrës. Ajo përmban gjithashtu antioksidant dhe substanca të tjera që munden të zvogëlojnë inflamacionin e brendshëm dhe të mbrojnë kundër disa sëmundjeve. Për më tepër, këtu ne do t'i tregojmë arsyet pse kafja është një pije tepër e shëndetshme. Gjithmonë në rast se nuk e teproni, cilat janë përfitimet kryesore shëndetësore të konsumit të kafes. Përtej e rritjes së energjisë, mënyrat se si kafeja mundet të ndikojë pozitivisht në shëndetin ton janë: mund të jetoni më gjatë. Studimet e fundit zbuluan se ata kanë më pak gjasa të vdesin nga disa shkaqe kryesore të vdekjes si sëmundjet koronare të zemrës, goditjes në tru, diabeti dhe sëmundjeve të veshkave vetëm fal konsumit të kafes. Trupi juaj mundet të përpunojë më mirë glukozën ose sheqerin. Kjo është teoria që fshihet pas studimeve që zbuluan se njerëzit që pinë më shumë kafe kanë më pak gjasa të preken nga diabeti i tipit 2. Gjithashtu, zemra juaj mundet që të ketë mundësi që të jetë më e fortë. Konsumi 1 deri në 2 filxhan kafeje në ditë mundet të ndihmojë në parandalimin e dobëstimit të zemrës. Ju keni më pak gjasa të zhvilloni sëmundjen e Parkinsonit. Kafeina jo vetëm që lidhet me një shans më të ulët të zhvillimit të sëmundjes së Parkinsonit, por gjithashtu mund të ndihmojë ata me këtë gjendje të kontrollojnë më mirë lëvizjet e tyre. Mëlçia juaj do të jetë më e shëndetshme. Ulëmtimet tregojnë se ata që pinë kafe kanë më shumë gjasa të kenë një shëndet më të mirë të mëlçisë sesa njerëzit që nuk pinë kafe. ADN-ja juaj është më e fortë. Kafja e pjekur shumë zvogëlon dëmtimet në ADN, të cilat ndodhin natyrshëm, por që mund të çojnë në sëmundje të këqija nëse nuk riparohen nga qelisat tuaja. Shanset për të prekur nga sëmundjet e zorrës së trash do të ulen ndjeshëm. Studiuesit të zbuluan se konsumuesit e kafes kishin 26% më pak gjasa të zhvillonin sëmundje të zorrës së trash. Ju mund të ulni rrezikun e konsumit për të prekur nga sëmundja e Alzheimer. Konsumi i 2 filxhanve kafe në ditë mundet që të sigurojë mbrojtje të konsiderueshme kundër zhvillimit të kësaj sëmundje. Mundësitë që të pësoni një goditje në tru ulen. Për gratë, pirja e të paktën 1 filxhan kafe në ditë shoqërohet me ulje të rrezikut të goditjes në tru, i cili është shkaku i 4 i vdekjeve në botë dhe shkaku kryesor tek gratë. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.
Faleminderit.